Lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti, shoqëruar nga kryetari i degës së BDI-s në Kërçov Arlind Sejdini dhe bashkëpartiak të tjerë, zhvilloi një takim me mërgatën kërçovare në sheshin Skënderbeu në fshatin Garan. Takimi organizua me rastin e ardhjes së mërgjimtarëve në vendlinje për pushimet verore. Në fjalën e tij, kryetari i degës së BDI-s në Kërçov Arlind Sejdini uroi mirëseardhje mërgjimtarëve, duke theksuar se roli dhe kontributi i tyre janë shumë të rëndësishëm në të gjitha zhvillimet e Kërçovës dhe më gjërë. Qëllimi i këtij takimi është ne si degë e re e Bashkimit Demokratik për Integrim të njoftohemi, të kemi një takim sa më interaktiv, më jetë kjo si tubim klasik. Unë si kryetari i ri i degës së Bashkimit për Demokratik për Integrim ju zotohem se dega do të jetë e hapur për gjithë, posaçërisht për mërgjimtarët. Mërgjimtarët nuk do të shihen si mysafir, verës ata janë pjesë përbërëse jetës sonë, pa mërgjimtarët Kërçova nuk mundet të mbjetohet realisht. Ne si deg, për herë të parë kemi bërë sekretariat për diasporë. Ky është një hap iniciues që nesër të formojmë edhe vendet ku ka shqiptar diasporë. Takimi u zhvillua në formë interaktive, ku të pranishmit patën mundësi t'i drejtonin pyetje liderit të BDI-s. Mes temave të diskutimit ishte edhe humbja e Kërçovës në zgjedhjet lokale. Duke u përgjigjur kësaj pyetje, Ali Ahmeti bëri një krahasim me të kaluarën tonë kombëtare, por ai gjithashtu theksoi se shqiptarët janë shumicë në Kërçov, por sipas tij në zgjedhjet lokale të fundit ka pasur edhe rekrutime nga pala tjetër. Ahmeti megjithatë bëri thirrje për unitet dhe bashkim, duke theksuar se vetëm të bashkuar mund të arrihen fitoret në zgjedhjet dhe sfidat e ardhshme. Normal që pa dash votën shqiptare në 3 pjesë nuk mund të fitojsh. Maqedonët të gjithë bashku bënë, shqiptarët 3 bloqe u bënë. Unë kam bërë takime, kanë janë të diasporës, ka pas përfaqësues diasporës, i kam taku, i kam lutë. Vetë prapë duhet ta bëjmë ne. Pa u bërë gru shqiptarët, pa u vetësu shqiptarët, më zbohen pre e ndikimeve të huajve, nuk kanë sukses e rezultat. Mirë po, historikisht, e keqja në ka ardhë nga brenda, që t'jem ma transparent, ma i sinqert me ty, këtë unë nga them edhe ndërkombëtarë. Shqiptarët i kanë bërë copa. Ty të kanë lanë me një Shqipëri londineze 28.700 km². Pjesët më të mira të Shqipërisë ua kanë lanë grabitçarëve të fqinjve. Një pjesë Greqia, pjesën më të madhe Jugoslavia, tokat më të mira. Fushat i kanë marrë, rafshin e Duagjinit, rafshin e Kosovës, rafshin e Vardarit, rafshin e Kollogut, rafshin e Kallagonisë. Dhe kanë lanë me një Shqipëri, po hypen majet Karabit, me një shkop të gjatë, bie në gjirrin e Lalzit, në Adriatik. Si ka ardhë kjo e keqe? Kjo e keqe ka ardhë sepse në Londër 7 delegacione shkojnë për pavarësinë e Shqipërisë. Një delegacion ka qenë për tërësinë territoriale, Ismail Zemanit, që e ka udhëhequr edhe Isa Boletini. Të tjerët, Esat Pasha, Mifidbel Nikolova, krejt kanë qenë për copat e vetat, qifligjeve, Shqipërinë qiflik, njeni dorës, tjetëri kanin. Dhe kështu nuk bëhet, as Kërçova duke qenë të ndërë. Kështu që, po t'jemi të përgjithshëm dhe të ndërgjithshëm, sepse jemi shumicni, nuk e kërkojmë atë që s'na takon. 63% shqiptarët janë si komunitet në Kërçovë. 30
përqin apo 25 mos më kapni për fjale Macedon dhe të tjere turqe Rom. Dhe legitimiteti është në anën tonë. Mirë po, kur ka ndërhyrje, rekrutime prej anësh, ndodhë kjo që u dëshpëruar mu më vjen keq për dëshpërimin e madh që kemi përjetuar, që e përjetuam bashkë, por kohën e kemi përpara. Kohën e kemi përpara. Lënje pas kravet këtë që ka ndodhur. 2 vjetë e gjysë, 3 vjetë, do kemi zgjedhje, mobilizim i fort, gjithë unik, së bashku, e kthejmë në vend dignitetin tonë.